إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد E falenderojmë Allahun fuqi plot me falenderimet tona të mangëta për gjitha nimetet të cilat na i ka dhuru, për gjitha begatit me të cilat na ka kaplu Allahu fuqi plot me rahmetin e tij. Pastaj dërgojmë salavate dhe selame vulës së pejgamberisë Muhamedit birrit të Abdullahut, familjes së tij të pastër dhe shokëve të tij, dhe gjithë besimtarët cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Para se me fillu një ndjen temën brendshme, deshta me nda me juve, nuk e di pse, po kur po vi këtu, shumë rahatshëm edhe një fargëzimi po më ka plon zemrën brenda shpirt, nuk e di pse. Allah alem, po ajo bujaria juve, sinqeriteti juve edhe rregulli që sipas sunetit, sepse dim për me u pranu një vepër tek Allah subhanahu wa taala duhet domosdoshmërisht të plotëson dy kushte. Kushti i parë është sinqeriteti për hir të Allahut me bëu atë vepër, kjo është la ilaha illallah, edhe kushti i dytë në përpikmëri me bëu çuçi ka bëu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është Muhammedun Rasulullah. Përndryshe nuk pranohet ai ibadet. Tu bazu në këtë parim themelor në Islam, une atë reputacion e keni se edhe jeni qashtu, po ndodh ndonjëherë pasu sunetit, edhe mendoha se veç një ezan është. Unë vetëm po tregoj paka shumë historinë ezanin për namaz të gjymos. Thot, pas ka do pejmeni, se tjetër temë inshallah do tjetë, Buhariu transmeton, pra kur ndëgjoni se Buhariu transmeton një hadith edhe Muslimi, atëherë mos gaboni me dyshu në atë vërtetësitë e atij hadithi. Ishte një treg zerua e emnin në periferi të Medinës, edhe thot ky sahabiu, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kohën e Ebu Bekrit sa ishte halife, sa ishte halife Umeri, disa vite në fillim sa ishte halife Uthmani, sikur se Resulullah alaihi salatu wassalam, më bënë Allah se përdojmë për mdo këtë shqiptimi pak po dalin jo të mirë, po më bënë halal. Ulke, ungrit ke pejgamberin sallallahu hyp ke në minber, ulke, jep ke selam, ulke edhe Bilal e thirr ke ezanin. Dhe më njëherë e filloi ke hutben. Mirë po, kështu ka vazhduar pra tha me Abu Bekri, Omeri, Uthmani, ma vonë kur u zmadhu si qytet Medinja, jo në rrit banorët, dhe është paraqit nevoja për me hap edhe një treg, Suk Zerwa quhet, në periferi të Medinës. Aty ka një pazar. Ata cilët kanë punu, kanë shit në atë pazar, nuk e kanë një ezanin prej xhamisë pejgamberit alayhis salam. Edhe Uthmani ka urdhru njëjtën kohë, jo një më herët, një më vonë, njëjtën thirret ezanin xhami, po edhe kur tin kohë edhe atje na treg thirret ezani, po pak në ndoshta 2 minuta so me pas më herët, so me pas kohë ata më orë në xhami me hi për me fal gjymon. A kuptu këto? Ky ka qenë shkaku pse edhe një ezan. Kështu ka vazhdu të Aliu, të Hasani, si halife, Muaviu, Jezidi, Mervani, Abdul Meliku, e ma vonë Hisham, djalë Abdul Melikut, a e ka bo këtë bidat edhe e ka fut në xhami. Se ky ezan nuk ka të bëj me xhami. Ky ezan ka qenë për ata cilët janë konë jashtë xhamisë edhe larg xhamisë, cilë se ka një, për atë kohë. Mirë po tash askush nuk po
orientohet me ezan, por me sahat. Gjithkush po e din kohën e gjumos, për shkak nuk ka nevojë me u thirr 2 herë ezani. Kjo është sa për ezan. E pastaj vazhdojmë me fol diçka zbashku me kalu disa minuta, me shpreh gëzimin ton, lumturinë ton për një musafir shumë të madh i cili po na vjen. Mreti i 12 mujve, muji ma i lavdrum, ma i ngritur tek Allah subhanahu wa taala, ajo është muji i Ramazanit. Nuk bën me thonë nesër është Ramazan, duhet me prit me pa hanën. Nuk është kusht me dal hana e re, kusht është me pa hanën e re. Argumentet janë shumë të qarta. Nuk lën hapësirë për me pas tjetër mendim. Po kthena prap Buhari dhe Muslimi transmetojnë. Pra kur bashkon këta dy, Buhari dhe Muslimi, nuk guxon besimtari me dyshu në vërtetësitë e atij hadithi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shehru kedha, muji është kaq, bashkë po numrojmë. Sobu 10, wa kedha 20, wa kedha 30. Eu ose 10, 20 edhe ka ul kishin 29. Sumu li ru'yetihi po vazhdon. Agjerojnë kur të shihni hanën, nuk po thot kur të llogaritni, kur të shihni hanën. Waftaru fi ru'yetihi. Bëni bajram mas një muji kur del e shihni hanën e re. Hadithi transmetimit të tërmen herpor në Buhari është Muslim. La tesumu hatta tarawhu. Mos gaboni me fillu me agjeru derisa të shihni hanën. Qartë me tregu edhe mu vërtetu, e dim na që është, po edhe një prej vërtetime është edhe ky hadith se Islami është i përsosun. Se thotë Allah, el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot ja përsosa juve fen. E ka llogarit saktë, e ka llogarit. Nesër po del hana. Sonte duhet me dal me këshyr hanën. Ka vranësira. Çka me bo? A e ka llogarit se po del nesër hana e re. Mirë po ka vranësira se mundesh me pati. Përfundon hadithi wa idha gum aleikum fa akmilu shaban 30. Nëse ka vranësira, nuk mundi me pa, mos u lodh më tepër, plotsoni shabanin 30. Po ka dal hana e re, o nuk ka kusht me dal hana e re. Kusht është me pa hanën e re. Se po do të kënaqëson, edhe pse ka dal hana e re, po ka vranësira, ti se ki pa, dikush prej besimtarëve, nuk e ka pa. Mos gaboni me agjeru. Edhe pse ka dal hana e re. Ama ti besimtarët se kanë pa. Plotsoni shabanin 30 ditë. E kështu që teoretikisht ose nesër ose pas nesër. E njeriu kur e pret një musafir të veçantë. Çka është veçantëria një prej? Musafir i madh, i shtrajt, i çmueshëm, por ai musafir po vjen jo te na me hongër me pi. Po vjen me shumë dhurata. Pa numërta. Infinit. Se thot Allah subhanu wa ta'ala në hadith kutsi, wa në ejzi bih. E kalon hajen, pijen, edhe mardhanin për shkak meje, besimtar në Ramazan. Unë kam një shpërblim specifik për agjerusin. I kalon, krejt kufit i kalon. Shëqër musafir po në vika? A mos me u gëzu për këtë musafir? A mos me prit këtë musafir ashtu si që duhet mas mirë të që ka mundemi? Pa dyshim se meritojmë, pse na shumë po përfitojmë, na po përfitojmë shumë. Po du me cek disa pika të cilat duhet me pas kujdes, mos me gabum edhe mos me liuna me na ik. Çka janë, kanë lidhje ngusht me Ramazanin. Agjerimi, namazi, dhikri, Kurani, dhikri duaja. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, ja alladhina aminu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. Për çfarë arsye? La'allakum tattaqun. O ju besimtarë, është bë obligim agjerimi juve. Sikurse ummeteve para jush. Çdo ummet ka agjeru. Pa përjashtim. Që të jeni të devotshëm. Çka nuk kupton kjo? Kush, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e len kaule zur wa amele bih, fjallën e dytë, fjallën e kot, fjallën e keq, edhe punën me atë fjallë.
Lejse lillahi hazi, Allah nuk ka nevoj që me lo na hajën edhe pijen. Lirisht ha edhe pi. Nëse nuk i lën veprat këqija, nëse nuk të vjen për mrana, kur bashkëgjet edhe parakson, edhe namazi, nuk vllazë nëse namazi edhe agjerimi, namazi me në largu për punë këqija, agjerimi nëse nuk nashton takvallokon, atëherë duhet mi lez dritat e kuqe, alarmin, diçka s'është në rregull, menherë me intervenu me përmirësu namazin edhe agjerimin. Kvalitetin me adho. Se përndyshe, po të kishte qenë vetëm mos me hungër, mos me pi, kjo është dietë. Agjerimi është ma kompleks, ma kuptim plot. Dietë edhe plus diçka tjetër. Agjeron goja, nuk flet gjithçka, agjeron syri, nuk shyr haram, agjeron veshi, nuk dëgjon haram, agjeron dora, nuk prek haram, edhe agjeron koma, nuk shkon në haram, nuk shkel në haram. Kjo është agjerim të cilën e lyp Allah subhanahu wa taala, dhe për këtë agjerim e ka atë shpërblim të madh. Men sa me iman u ihtisaben gufere leh, ma te kaddebe min dhembi. Kush agjeron me besim, edhe duke llogarit shpërblimin tek Allahu, i fal mëkatet e kaluara. Po, Ramazani shkon gusht edhe me namaz. Edhe jashta namazit, është fjala për nafile. E keni parasysh ata 3 sahabët që kanë shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me interesu se çfarë pune çka po bën në shtëpi. Jashtë po e dim çfarë ibadeti, po mra në shtëpi nuk po e dim. Kur i ka tregu gruaja, ju ka duk pak atyne. Pse? Po ai pejgamber s'ka nevojë. Na si pejgamber na duhet, nëse dojmë me hin xhenet, dojmë me hin xhenet, duhet më shumë me fal, me agjeru, e me bëu vepra të mira, sepse na nuk jemi pejgamber. Edhe i pari thot, derisa të jom gjallë, kom u falë çdo natë gjithë natën. I dy derisa të jom gjallë kom agjeru. Pra ditën agjeron, natën falësh. Ditën agjeron, natën falësh. Sa i tjetri shembull, në Buhari është hadithi, i cili ka bo ibadet 500 vite. Çfarë ibadeti? Ditën agjeron, natën falet. Ditën agjeron, natën falet. Jo 5 ditë, jo 5 muaj, 500 vjet. Allah ka marrë shpirtin, ka thonë, robi jam hin me rahmetin tem në xhenet. O Allah, elhamdulillah. Po unë po du me hin xhenet me veprat e mia. 500 vjet çfarë ibadeti ka bo? 500 vjet. 6000 muaj. Jo një muaj, 6000 muaj. Allah e ka qenë me lacen e llogaritjes nimeteve. Vetëm një sy me ta llogarit. Vetë këtë sy me pagu 3000 vjet dush me bo ibadet. Ky 500 edhe 2500 tjera me ashtu. Te llogarizme synin tjetër, veshin, djatë, majt, gojen, e organet tjera, e mos flasim çka ka. O Allah, futëm xhenet me rahmetin ton. Pra dhe këtu përmendet ky ibadet, ditën me agjeru, natën me po. Kjo shkon, gjithë bashkë shkon. Men ka me Ramadan, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, iman wa ihtisaban ghufira leh ma taqaddama min dhanbin. Men ka me lejletul qadr, iman wa ihtisaban ghufira leh ma taqaddama min dhanbin. Kush kalon në namaz Ramazanin, i falin mëkatet e kaluara. Kush e kalon në namaz natën e Kadrit, i falin mëkatet e kaluara. Kurani shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazan, cilin është shpall Kurani. Edhe kjo shkon bashk. Vllazën me lexu Kur'an, mirë po, jo vetëm me lexu, shkele shko. E felaj të debberun el Kur'an, a nuk po meditojnë, nuk po logjikojnë, nuk po analizojnë ajetet e Kur'anit. Ka ndodhur vllazën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një ajet gjithë natën u fal, vetëm me një ajet. Kështu kanë vepruar edhe sahabët. Thot Hudhaifja radhiyallahu anhu, në Ramazan e falshim ju bashkangjita Resulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam në namaz natës e fali, filloi me Bakare, dul Nisa, u kthy te Ali Imran, pastaj vazhdoi me Aide. Kur u përmend ke pra me meditim, kur u përmend ke ajeti i xhenetit u nalke në namaz, e ndërpreke leximin, o Allah bënëm prej xhenetlive. Kur përmend ke dënimi, o Allah mbrojmë prej dënimit. Kur përmend ke rahmeti, o Allah më shirom. Pra jo vetëm me lexu, po mendon, po logjikon, po analizon, është prezent me trup, me zemër, me mendje në namaz. Kjo është e koncentrimi. Po duhet krejt ka pak se po na shkon koha dhikri. Çfarë është dhikri vllazën?
Dhikri është një ibadet madhështor. Allah po thot krejt kalimthi. Nëse Allah do njerë tjetër, derse vetëm për dhikr. Allah thot fedhkuruni edhkurkum. Më përmendi mu, unë ju përmendi juve. A dojmë na përmend Allahu? Përmend Allahun, Allah të përmend. Thot tjetër ajet, vërtet hadith kutsi, Buhariu Muslimi transmetojnë. Ene me abdi idha dhekereni. Unë jam me robin tem nëse më përmend. Idha dhekereni fi nefsi dhekertu fi nefsi. Nëse më përmend veten e ti, e përmend veten time. Idha dhekereni fi melein dhekertu fi melein khajrum minhum. Nëse më përmend në një grup të njerëzve, unë ato e përmendi në një grup hala ma të mirë. Qëllimi është meleul ala, melaqet cilat e bajnë arshin Allah, melaqet ma madhështore, o ju melaqet që robi komune, a im për përmend mu edhe one ato për përmendi prezencën e juve. Tjetër, që përnalimi vetëm pak që kur është Allahu me neve, a ki nevoj për diçka tjetër? A ka kush të bën dëm? A ka kush të pengon diçka? A ka kush të nalë të mirat? Kur është Allah me ty. E që është me qenë Allah me neve shumë letë, s'ki nevoj me u këthy ka kiblja, s'ki nevoj me marë abdes, vetëm e përmend Allahun, Allah është me ty. Allahu Ekber. Allah kur ka qenë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur kanë qenë shpell, po thotë Ebu Bekri, më vesh, ja Resulullah marum. Pse po, janë afru. Krejtë hymja e shpellës janë afru mushrikt. Idha nadhara ahaduhum qademehi la absarana. Nëse dikush prej tyre vetëm e ul pa kryt, me këshir komën të veta, neve ka mëna po. Po thot pejgamberi alayhis salam, me tregu se kur është Allah me ty, krejt bota në komë që s'ka që ka të bën. Krejt bota, me gjithë armatim. Ti veç vetëm je, s'ka që ka të bën. Dy përgjigje ka dhonë, një është me ajet, një me hadith. La tahzen, inna Allah me ana. Mos u tut, Allah është me neve. Pak ma qartë hadithi. Ja Abu Bakr, ma balu thnini thalithum Allah. O Abu Bakr, që ka shpuna dy vete kur? Allah është i treti me ta. Jo këta mushrik. Krejt mushrik të botës me arës kanë që ka me nabu. Këshyr nuk të shë. Nuk është e vërtet as plumi, as marimonga. S'ma vërtet, që thot Albani rahimehullah, Allah e ka quni me lasje, e ka qitë krahën e vetë, në gjyrë të nejtë të shkambit, edhe nuk e kam pa. Ka sot shumë alet është me kuptu këto. A kem pasqyre, si të zeza, a i mendon që o dritesh ato jashtë, a i ty nuk që më rana. Kështu ka ndodhë. Ta i kam pa jashtë, ata s'kam pa më rana. Ose rasti me Musën edhe Harunin. Idhe heba ila Firaun, innehu tagash, koni te Firauni, a i ka kalu krejt kufit. O Allah po tutëm, mos po thotë unë e kom myt njeri të ata, po tutna po mbojnë keq diçka. La te khafa mos u tutni, inni me akuma, esme wa era. Mos u tutni, unë me juve, unë e po shoh dhe po ndëgjoj. S'ka çka ju bën. Kur është Allah me neve, nuk ka vllazën kur çka të bën dam diçka, absolut. E qysh me kon Allah me neve? Përmende Allahu. Kjo është më madhështore se ka shumë hadithe po na kalon kohë, shumë hadithe ka, cilat thot pejgamberi sa shembull. A më ju tregu për veprën më të mirë, për më të pastër, për atë i cili të ngrit drejtë të larta? Kanë thonë, po ja Resulullah. Po vazhdon hadithi më bonell. Që është më mirë se me dhon sadak, ari e argjent. Është ma mirë se me shku në luft, me luftu, me pre qafën e me ta pre qafën. Kreti ka numru. Poërës për çka është dhikrullah shkurt, dhikri. Kreti jo kalon dhikri. E ka pyet, thot Ebu Musa el-Ashariu, radhiyallahu an, fjala e takimi fundit i jam, me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka qenë kompyet jashtë ejul amel khair. Cili amel, cila vepër është khair, më i mirë, më i dobishëm. Dhikrullah.
me përmend Allahun. Tjetër një sahabi ka thonë, ja Rasulullah, farzet për kry, po ka shumë nafile, apo në diçka ma pak që ja kalon nafileve. Tekunu lisaneke rabben min dhikrillah. Këshër bëne lage gjuhën vazhdimisht me dhikër, të e përmend Allahun subhanahu wa taala. Ka thonë tjetër hadith, kur ka zbrit ajeti, jeknizun e dhehme wal fidda. Grumbullojnë, bojnë rezerva, në depo, i mushin arkat, me are dhe me argjent. Fa beshirhum me adhabin e lim, mysh dhe aty në tuju për dënim të rëndë. E jera shpëlla, a ka diçka që lejohet e që është e mirë me bo rezerva na? Ka thonë, me përmend Allahun subhanahu wa taala. Me pas një gru, zëvgjët e inuhu fi din, e cila i ndihmon burit në fe. Bur, fale namazin, bur, agjeroje, bur, mos e bë këto, këtë vepër të keqe, bone ato. Këto jom prej një metrit cilat ka thonë për nga po ka fillu me dhikër ka fillu. E ka shumë hadithe tjera që në bon me kuptu se dhikri mutlak është shpëtim prej dënimit në dynja edhe në ahiret. Nuk e ka veçu vetëm për ahiret, por edhe për dynja është dhikri. Pra vllazën të shfrytëzojmë këtë muj, kur të na vjen Ramazani, që sa ma tepër me po dhikër me përmend Allahun. Sa me muj të që mos më nërë kur, veç kur të flen. Jeto ecë, përmend Allahun. Thuj subhanallah, nuk ka shumë let. Elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. La hawle wa la quwwata illa billah. Jeto e punu, jeto i gra kerit, bën dhikër, përmend Allahun. Lejloj me të aty, mos i ndëgjo. Po edhe derset e mos i ndëgjo. Derset kanë efekt, s'po që nuk përfiton. Po efekti derset është kur del para hoxhës. Jo në internet me ndëgju. Se ka atë efekt. E vend sajnë bën dhikër, përfiton shumë. Yaqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala. Edhe duaja si përgjithësi jashtë Ramazan, veçanti në Ramazan. E ka peshën e vet. Po duhet me tregu vetëm dy shembuj të kohës më të re, se nuk jem vllazën vetëdijshëm na çfarë armë kemi në dorë, çka do të thotë dua nuk e di. Shpesh më pyesin për si qysh me ndihmu vllaznive që kanë probleme, telashe, po shkelen, po vriten, po prehen, po ekzekutohen, çka nuk ju bojnë? Çu natën, pjesën e tretë fundit natës, bëni dua Allahut. Nuk di duaja ku na pranohet. Pasha Allah, një dua e një besimtari ndosha kur se një ato, i qelë krejt dyrë të qelit. Shkon të Allah subhanahu wa taala. Ne për mu, për alime matë mëdhej, Shejh Shenkiti po të regon, erdhë një shok i jem, i njohur, po thot kom shumë telashe me dhondër. Shumë keq po sillet me qikën tem. Shumë keq edhe fizikisht. Edhe atenalja, çka të bojnë dërt jom. Thot, o vllai dashur ti, o dashamiri jam. Ke ardhë në derë, po troket në derë të gabum. Shko trokitja derën Allah subhanahu wa taala. A i Medinës. Në gomu shko bënë një umre, edhe aty, ka e halin Allah subhanahu wa taala. Qëlloj nata gjymo, kur ka shku, vikendi, ajte e premte. Edhe dikun ka 2-3 natës, para sabot ditës gjymo, në tavaf po boj doa prej zemre. Kur e pash edhe 2-3 sat ish afru namazi sabat, thash po pres nuk po shkoj në hotel. E fala namazin e sabat, shkova në hotel. Kur hyna në recepcion, po tot ke pas një thirrje. Kur po e këqyri, numri i qikës. Haj, me detaj, të u ka bu diçka mazi. Me dridhje, atë e thira, mos të thiri, po e thras. Kur e thiri, qika po kanë, babë qka ka ndodhë nuk e di, kjo është tjetër njeri. Pak ma heret.
erdh nguj kara, po kanë, apo ma bën halal, o s'di kush që më konën, s'di qysh ko mujt ashtu mu sill me ty. A mani të veç bë ma halal. Shë që duaja? Një tjetër, të regon një tjetër profesor, thot, këtë në gjare po e të regon, një polic, a keni po kur shukon në haqë umre, aty nga gurit zi është me një konop mahët, njoni që mos, se aty ka gjithë ka bojnë aty. Si roje. Edhe thot, sa kisha fillu me punune aty. I ri, si polic po punoj aty. El multezem është, prej sunetit është, ta shumë kallëbak, nuk ka mundësi. Ajo pjesa mes gurit zi edhe derës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu ka vepru edhe ka bu dua. Aty. Edhe thani njeri, po bën dua. O Allah, njerëz ju ke dhënë fëmijë, japëm edhe mu një fëmijë. Disa minuta, po bën kështu, disa minuta, ndoshta gjysore, Allahu alem. Edhe ai po shkon. Po shkojnë vite e muj, dikur mas 18 vjetëve. Allah desh se unë prap qëllova aty. Prap po bën do atash prej zonit, prej të kajtme, se njofta si që kjo është qaj. Para 18 vjetëve. O Allah shkatro ma djalin. Po kanë. I thash kolegës tem policit, apo më zavendëson, e kapa për dorë ato, u largova. A jetë, po du më vërtetu, a jetë i cili para 18 vjetëve ke bu dua për djallë, që s'ke pas fëmi? Po. A përshet dyeri ki hinë hak djallit ton. Besimtar, i sinqert këj polici. Po të qysh kom hinë hak, kur bojsh e dua, nuk ketun waleden salihan, evlat khajrit falma, këtë fjallë si veç evlat. Që tash nuk po thu, o Allah udhëzoma, po thu shkatroje. Edhe atëherë ki hin hak, edhe që tash po i hin hak. Dyher. Këtheu bon dua Allah me urdhëzu. Po këthet apet ashtu, ky vend që e multezem. Ajo pjesë, si ka 1 metër mdoket. Pra po kanë, o Allah udhëzoma djalin. Edhe po shkon. Mas disa mujë, ndoshta mas 1 viti, po vjen edhe po mlyp mu me djal. Por dore djal, djali i madh. Thot djal kallzoj. Thot, o ti polis, pasha Allahun, kur më ka tregu baba, e kom këshyr orën, me minut, kur ka bu baba dua, se di qysh mërë se me drogë jom kon. Kom shku, kom marr abdes edhe kom fa namaz. Edhe mo kur se kom lo namazin. Apo shet që ka është duaja? Vetëm duhet me kohën sinqert me Allah subhanahu wa taala. Krejt problemet Allahu. A ka kush ndihmon ma shumë se Allahu? A ka kush ndihmon ma mirë se Allahu? A ka kush ndihmon ma shpejt se Allahu? Në dakik, fotot, në dakik. Kur më kallzoj kohën, kur je kohën ti ke fol me babtem, kjo o këthy, ka bo do, qatë dakik mu merë për se di qka. Se di ka erdh. Shkova mora abdes edhe i fala 2 reqate dhe kom fillu me namaz. Të bojmë duaja i ka regullat veta vlazën. Bon pa abdes, po shumë ma mirë është me abdes. Bon me u këthuj të tërka, po shumë ma mirë ka kible me u këthuj. Se na pe lypi ma të mirën. Edhe me fjallë tua, bon dua, lypi Allahot. Jonë kona kur Allah i pranon duat. Koha mes ezanit edhe kametit, nuk thejet mrapa. Koha e prindit për evlat, nuk thejet mrapa. Që ata mos gabi që kur ky, mos gaboj me malku. Qka do që ka bo, mos malko, po bon hajr dua. Dua për të mirë, për me udhëzu. Se boni e roko, i mbosh sytë minëzirë. E ki malku, Allah ta pranon ato, edhe e shkatron ato, a qka bona. Për shka duhet mi ma të fjallët. Edhe sidomos, që pjesën e 3 fundit natës, fale vitrin, unë përgëtojmë plezve atje, verës, dimnit, në gjasht dhe diçka të në atje jacija. Pe fale dhe vitrin. Po do të jacija 13 reqate. Jacija si ka 13 reqate. Jacija i ka 4 reqate. Sabaj ka 2 reqate. Dreka e kindia 4, akshami 3. Këtë janë namaz vullnetar, na file. I falem se shumë përfitojmë për e këtyne. Po le vitin, a jetu e flajt, në gjasht e gjysë po shkon në shpe.
dimnit. Jo, Allah në gjithë shka këshyre, gjithë ka ndëgjon aty. Se ka hub kontrolën, s'po mundet në shpe me dirigjuke. Loj muzike, loj cullakie, edhe ashtu po shkon me flajt. Bile fale vitrin që atër flaj, shko. Halo ma mirë, bir flaj edhe qo. Këshër logarite me qenë një 2-3 saat para sabahut. Edhe bëndoa që atër. Se Allah zbret qiellin e dynjas, qysh i takon lartë madrisë të ti. Nuk e dim qysh, po jem bindun, se po thot pejgamberi sallallahu. Allah zbret qiellin e dynjas, thot, ku jon ata që bojnë dua me u praut në duan. Ku bëna jesel, dua tjetër, a me lyp tjetër. Ku në të lypin diçka caktum prej me, të jepe ato që ka pe lyp. Ku keme konë Allah, në organ, po flajmë. Por me shvizu kur raste, fillon pastaj për rregullave është për veti bën, për ta fërmit, familja e ngushtë, edhe të uzgjonu edhe për krejt muslimant. Edhe une e përfundoj duke lutë Allah në fuqi plot, që me na udhëzon rrugë të drejtë, me na ndriçu rrugën e xhenet, me na bu për aty që ecin në këtë rrugë. Gjithashtu e lutë Allah në fuqi plot, që me na ndriçu edhe rrugën e xhenemit edhe me na largu prej kësaj rrugë. E lusë Allah subhanu wa ta'ala me na furnizu me fjallë me veprat të cilat a i don, edhe lusë Allah që me na largu për fjallë veprave të cilat a i urin edhe nuk i don. E lusë Allah në fuqi plot që gjithë musliman anën banë botë të cilët kanë telashe dherë të gajle. O Allah, jep jo mirëqenje, jep jo rahatin. Hjekja zhullumin prej tyre. E lusë Allah në fuqi plot gjithë ata musliman cilët kanë smur, o Allah shëroj. Gjithë ata muslimanë cilë kanë borgje, Allah ktheu borgjet e tyre. Edhe lusë Allah në fuqi plot, gjithëve zbashku neve, ta fërmiton që kanë gjallë e vdekur, të na bën prej banut gjenit të fidosil ala. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun, wa salamun mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.